Okej, unë ala për me ba këtë video, thjesht me erdi si frymëzim edhe ndërkohë që po udhtoja dhe ndërkohë që po mendoja. Ndoshta dikush ka nevojë me dëgju këtë që do them tani. Ndoshta dikush po kalon në një situatë, ne nuk e dim se kush, as ju normalisht, por ndoshta është dikush që ka nevojë për këtë fjalë sot. Shikoni, në momentet më të errta, në atë moment kur nuk e din pse je më këtu, në atë moment kur sheh se nuk ka rrugë zgjidhje, kur çdo gjë është errësirë, terr, tunel, në atë moment kur shef se asnjë gjë nuk vlen më, thjesht kujtoni, pavarësisht ku besoni, por kujtoni se Zoti është me ju gjithmonë. Pavarësisht çdo gjaje. Personalisht, me qenë katolik është një privilegj, është një bekim dhe një përgjegjësi shumë e madhe në të njëjtën kohë, sepse jeta ime merr kuptim çdo ditë. Unë marr përgjigje çdo ditë, është Zoti që më jep. Unë besoj fort në Jezu Krishtin që ka vdek dhe është ringjall. Sot është festa e Krishtit mbret, që do me thanë ne jena bitë e mbretit. Ka një kuptim shumë të madh. Në çdo moment, pavarësisht çfarë besoni, si e quhni, s'ka rëndësi, kthejeni gjithmonë Zotit, por kthejeni gjithmonë. Kisha me sugjeru, ndoshta dikush është edhe në dilemë se ku me besu. Kisha me të këshillu bisedosh me një prit, të shkosh në kishën katolike, ndoshta me një motër. Sigurisht asnjë nga ne, as priftat, as morgeshat, as kërkush nuk është perfekt, por Zoti që bën çdo gjë perfekte. Është Zoti që t'i jep përgjigjet përmes njerëzve, përmes situatave, mjafton vullneti i mirë që na kena për me kërku një x përgjigje që mund kemi nevojë, edhe që mund të na ndryshojnë jetën. Kështu që konsideroni, nëse nuk dini ku më orientu, më shkruani, mundem me ju orientu shumë mirë. Besoni se jeta me Zotin mund të mos jetë e lehtë, por jeta me Zotin është gëzimi më i madh i shpirtit tonë. Në fund, çfarë ka më shumë rëndësi se sa kjo? Ju përshëndes.